kryengritja e 1911-s. Kryengritja e 1911-s është një kryengritje kombëtare shqiptare, pavarësisht se është e katolikëve. Kërkesat kanë qenë kombëtare, ka pas edhe musliman aty po. Kërkesat kanë qenë kombëtare shqiptare. Kombëtare tipike. A mundesh më na fol për këtë kryengritjen pak për një njeri që s'don me lexua 3 libra për kryengritjen e Malësisë 15 minuta, a mund të më na fol për këtë kryengritjen e Malësisë? Çfarë rëndësie ka pak kjo për komin? Po pra, rëndësia kombëtare e saj është sepse kërkesat që bën kryengritësit nuk ishin kërkesa krahinore dhe fetare, ishin kërkesa kombëtare. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, ne kemi një kryengritje ku kryengritësit kanë kërkesa kombëtare. Çfarë kërkesa kombëtare? Njohjen e gjuhës shqipe. Përdorimin e gjuhës shqipe në administratë publike që të ishte shqiptare, bashkimin e vilajeteve dhe një autonomi për Shqipërinë. Pra, u ngrit një krahin siç Malësia dhe kërkoi një autonomi për të Shqipërinë nëpër Malësinë. E kjo është ajo që e bën atë kryengritje kombëtare, por nuk u lan kryengritjet të zhvilloheshin as në jug, pati përpjeku jugu donte të grije, por nuk e la Greqia se donte merrte Epirin. Edhe kryengritjen në veri nuk e donte Serbia me gjithë malin e zi. Për arsye sepse ato thoshin, po, t'japim armën, të mbështesim, të luftosh, por nga ana tjetër ato donin që me luftën dhe me gjakun e shqiptarëve t'u merrin trojet shqiptarëve. Dhe këta e kuptuan dhe ngritën flamurin deciq. Dhe jo vetëm kaq, por këto bën dhe një program kombëtar që ja quan Perandorisë Osmane dhe gjithë fuqive të mëdha që ne kërkojmë pikërisht autonominë e Shqipërisë. Autonomia ishte vetëm sepse çdo shtet që u shkëput nga Perandoria Osmane, edhe Greqia dhe Bullgaria, morën një autonomi, pra u konsoliduan, pastaj u ndan. Dhe ky ishte edhe programi politik i Austrisë asaj kohe. Pra, kjo ka qenë historike për Shqipërinë. A mësohet kjo në shkolla në Shqipëni, siç po e shpjegoj ti? Se kom takuar shumë shqiptarë që ja përmet në kryengritjen dhe që thot na s'dim për atë punë, s'ka parancë. Bëhet kryengritja 2011-12-s, bëhet në këto terma, për shembull memorandumi i Greqës që ka këto kërkesat, por përpiqet të futet element që nuk kanë qenë te kryengritja, sikur pse nuk ka kjo kryengritje aq e njohur që studentët shqiptar me padituri. Ne në shkollë bëjmë, studentët e bëjnë. Unë flas që ta dinë përgjithësi këto që janë populli nuk është se ka informacion aq. Kanal më tha dikush pej Kosovës, një shqiptar pej Kosovës, Maqedoniet, në debata kur bëjmë, më tha ju jeni shkje. E me tha, si mëre, po a dikuan ngrit flamuri kuqezi, edhe me tha, nas kem dëgjua kur për këtë punë. Po jo, po nuk ka dëgjuar për këtë punë, ky është problemi. Ka lidhje fare, katolikët janë ndoshta ajka e nacionalizmit dhe adhetarizmit të Shqipërisë, sepse zdum ne, kanë qenë të lidhur me perëndimin, kanë qenë një zonë të izoluar, për shkak të fesë kanë tolerancë shumë të madhe fetare. Unë po ta them që toleranca fetare te shqiptarët është një nga ato që ne kena qenë katolik. The shot heard around the world, kryengritja e Malësisë me 6 prill 1911 nuk ka qenë vetëm një kryengritje për një zonë shqiptare apo për Malësinë, ngritje kombëtare shqiptare e johona saj ka arrit deri te veshte sultanëve në Stamboll. Kanë thajon ngrit malsord, o malsord ku jeni o burra, o malsord ku jeni o trima. Pra vllazën e motra, gëzuar kjo dit e male për gjithë kombin shqiptar. Këta nuk ka se folin vetëm na malsord, a dëgjuat e Lelena Kocaçi, çka tha, kjo kryen ngritje, nuk ka qenë vetëm një kryengritje lokale, por për krejt shqiptarë, kryengritje kombëtare. E çka tha, katolikët, malsord, janë ata që përfaqësojnë kombin ton, ajka popullit shqiptar. Atër ku jeni more malsord, vllazën e motra, malsord janë të ngrit, dëgjoni tash, nin nga pasardhësit e këtyne burrave, Gjon Berishën, një yll që aty me dal në skenën e popullit shqiptar për historinë e për të vërtetën e tij. E këtë burrin një ditë më ka tha, nuk je malsori vetëm që ke me fol. Unë deri në fund të përkrah, dëgjoni e tash se ky ai që jeton në ato vende ku a der gjaku për flamur e për kom, e për Krishtin mbret. Gjindem në malin e Hotit, në fshatin Bardhaj, në vendlindjen e herojit
ton kombëtar Dexhën Lulit. Heroj Pikërisht kombëtar. në shtëpinë e tij të lindjes, që është sot shtëpia muze Dexhën Luli. Duhet të theksohet se ky burri vigan, Dexhën Luli, bashk me malsorët e Hotit, Grudët, Trieshit, Kojës, Shkrelit, Kelmendit dhe Kastratit, të Prap më harroj gjithë Joharit. besimit katolik, u bashkuan në oborrin e kishës së Trabojinit. Obor të kishës, vllazër malsor. 1911. Në Dhe këtë ditë. nga aty u nisën të sulmojnë në malin e Deçiçit, në Bratil, fortifikatat turke dhe atë ditë u ngrit flamuri i fitores, flamuri kuqezi mbi pushtuesin turk dhe ideologjin islamike. I vetmi rast në histori është që në këtë luftë morën pjesë të gjithë malsor shqiptar të besimit katolik. Këta të besimit të ideologjisë islamike nuk morën pjesë sepse nuk donin që ta luftonin turkun. Do me thonë, ishin konvertuar dhe u konvenonte që të jetonin nën pushtuesin Nën otoman. pushtuesin. Mbi figurën e Dexhën Lulit është fol, por nuk është fol aq sa nevojitet. E vërtet. Sepse ky vend i shenjtë duhet të jetë vend pelegrinazhi për E çdo vërtet. shqiptar të vërtet, ashtu si është Kruja në Shqipëri dhe Prekazi në Kosovë. Por Amen. duhet të them, pa hipoteza, se ky është lënë në harres, vetëm me një qëllim, se ky ka qenë shqiptar katolik, që nga lindja e deri në vrasjen e tij në Orosh të Mirdicë. Gjergj Kastrioti Skënderbeu është marrë rob nga turqit, ka qenë musliman, është rikthyer në katolik. Lavdi. Adem Jashari është Lavdi. besimit islam, si mbas emrit e mbi emrit. Por historianët harrojnë dhe nuk duan ta cekin se Prekazi ka rrojnë Gjoni. të besimit katolik. Gjoni, Banorët e Preka. parë të Prekazit kanë qenë Preka Elena. Prekazi do të me thonë Preka i zi. Këtë e dëshmon më së mirit edhe gazetari i njoftun shqiptar Milaim Zeka. Kjo shtëpi i bëj apel të gjithë shqiptarëve, duhet të investohet, duhet të rregullohet dhe të bëhet mjet dhe vend pelegrinazhi për çdo shqiptar të vërtet, sepse Dexhën Luli është figura më mallore mbas Gjergj Kastriotit Skënderbeut. E vërtet. Ky është i pari që mbas vdekjes së Gjergj Kastriotit I pari pas ngriti vdekjes, flamurin kuqezi. E vërtet. Flamurin Amen. e fitores edhe para formimit shtetit shqiptar. Këto u ngrit flamuri në Bratil me 6 prill i 1911, kurse pavarësia e Shqipërisë është shpallur me 28 nëntor të vitit i 1912. Do me U thonë kem një pri. vit më vonë. Me duhet të them se malsorët e besimit katolik ishin të parët që vendosën themelet e shtetit shqiptar, ishin të parët që ngritën flamurin e fitores dhe që krijuan pavarësinë nga turqit dhe nga ideologjia islamike. Pra mos të harrojmë E historinë vërtet. tonë të ndritur kombëtare dhe gjithmonë t'i kujtojmë figurat mallore siç është burri dhe trimi i Dexhën Luli. Amen, Gjon Berisha, të ljumt, more vlla, të ljumt, sepse duhet mu ngrit në malsort, jam krenar se jam shqiptar, po për ditë ma shumë jam krenar se jam malsor, se na kanë ka shtyp ideologjia islame, na ka shtyp ideologjia serbe, na kanë shtyp vetë malsor që janë bë komunista, e serbofila në zemër shumë nga ta, nuk kem dit vlazën, u i pari s'kom dit, kjo vlazën është lavdi. Jam krenar që jam malsor që kem lo kaq kontribut par ton, këta jon gjaku yn, që kanë lo këtë kontribut për kom e për fen ton. E besonim vlazën, siç është ngrit flamuri në Bratil, në Deçiç, e me i parapri pavarësisë së Shqipërisë, kanë me kjem malsor, si shta Elena Kosaçi, kanë me qinën ajke kombi ton, e besoj kanë me kjem malsor
që kam na pri popullit shqiptar e me u kthy e fesë e parve, sepse gjaku i martirve lutet për ne, gjaku i martirve an thelbi i kishës, gjaku i martirve an thelbi i kombi shqiptar që me prollua patriotat e vërtet e besimtarët e vet, lavdi Gjergj Kastriotit, lavdi Dexhë Lullit, lavdi Adem Jasharit, lavdi popullit shqiptar, vllazën që jini ju, që besojmë se kini la aq kontribut e Zoti ju nderon Gjergj Kastriotin si atletën e Krishtit, e Dexhë Lullin si ai që vjen pas ti ringjall gjakun e eshtrite e shpirtin e Dexhë Lullit e Gret Flamurin, e besojmë se jeni në qiell e se luti për ne. Gëzuar vllazën, kjo ditë historike, kjo ditë e madhe për popullin ton. Amen.